Ish banorja e Big Brother VIP Potter, Valbona Mili, ka ndarë së fundmi me ndjekësit e saj në Instagram një lajm të dhimbshëm, duke prekur zemrat e shumë njerëzve. Ajo ka bërë të ditur se ka humbur një nga njerëzit më të shtrenjtë të jetës së saj, gjyshen, e cila u ndan nga jeta pas një periudhe të vështirë shëndetësore. Ky moment, sipas saj, e ka rikthyer edhe një herë në atë dhimbje të thellë që e ka shoqëruar edhe më parë, duke i thyer shpirtin dhe zemrën. Moderatorja publikoi në Insta Story një fotografi prekëse, ku gjyshja shfaqet e shtrirë në krevat, ndërsa pranë saj qëndron bashkëshorti, gjyshi i mbushur me mall, dhimbje dhe një heshtje që flet më shumë se çdo fjalë. Për Valbonën, kjo pamje përfaqësonte jo vetëm fundin e një kapitulli të rëndësishëm, por gjithashtu përfundimin e një historie dashurie që ajo e ka admiruar gjatë gjithë jetës. Ajo shkruan se gjyshërit e saj kanë qenë dëshmia më e qartë se dashuria e vërtet ekziston, se ajo nuk lidhet vetëm me kohën, por me shpirtin, kujtimet, sakrificat dhe kujdesin e përditshëm. Nuk kam besuar te dashuria, shprehet ajo, por ju të dy, gjyshi e tij Nana, ishit shembulli im që dashuria e vërtet nuk shuhet kurrë. Fjalë që tregojnë se në sytë e saj, lidhja e tyre ishte më shumë se një martesë, ishte një jetë e ndërtuar dorë për dore. Valbona ndan gjithashtu dhimbjen e faktit se gjyshi ka mbetur vetëm i pikëlluar dhe me shpirt të lodhur, sepse gjyshja ishte drita, shoqëria, fryma dhe qetësia e tij. Humbja e saj ka lënë një boshllak të pakapërqyeshëm, jo vetëm në familje, por veçanërisht në zemrën e tij. Megjithatë, mes gjithë këtij trishtimi, Valbona gjen një ngushëllim të vogël, bindjen se gjyshja tani është ribashkuar me baban e saj, duke gjetur paqen e përjetshme pranë tij. Nana, u theva prap, ik e ti, shkruan ajo, por ngushëllimi im është që sot jeni bashkë me